Bërministën do ta fiton kandidati Vlen. Po në Kërçov si qëndron puna se në Kërçov kemi një kandidat Po për cilin edhe Kërçovën 2-3 mandatet e kaluara e ka fituar mobilizimi i gjithë shqiptarëve, sidomos e diasporës. në rastin e tanishëm. Në rastin e tanishëm kemi një njoll. Pikërisht atë desha të them shkaku i atyre video incizimeve që dolën që po qarkullojnë. Është një njollë e madhe që BDI-a nuk po arrin ta menaxhon si duhet. Spaku që pritej pe BDI-s, se ky skandal ndodhi më herët. Pikërisht. Kur ishim nga. Se nuk e tërhoqim këtë desha ta nuk e tërhoqi. Kishim edhe 2 kandidatë tjerë shqiptar. Nuk ish patjetër të përkrahet kandidati Vlenit, e kishim edhe një kandidat pavarur. Nuk pati guxim, nuk mori guxim, nuk e tekaloi vetveten për ta tërheqë që sot mos vihet në rrezik Kërçova. Pasojë. Mos vihet në rrezik Kërçova. Dhe edhe sot vazhdon. Për shembull, nuk janë të gatshëm të thonë që jep dërheqje kandidati. Edhe pasi ta fiton mandatin, garantojmë se do t'japet dërheqje dhe pastaj shpallim zgjedhje 3 me kandidatura 3. Nuk e bëjnë këtë, nuk dëgjojmë se po e bëjnë.